Ju përshëndes dhe një herë të gjithëve, ju që keni ardhur këtu, dhe duhet të ndërgjegjësohemi sepse ne në Tiranë vërtet e kemi abonent falas, po e kemi fal protestave që bërëm 8 protesta të një pas njëshme para zullumqarit të gjatë. Dhe ju, gjithë banorët e Kamzës, duhet të mblidheni her pas here këtu dhe këtij zullumqarit që keni këtu, t'ja thyeni turit, sepse një banor i pabrojt që të vi për një certifikat këtu, do të paguaj 500 lek të vjetra nga babruja në institut dhe 500 lek nga instituti këtu në Kamës 1000 dhe 1000 të vaj në shtëpi 2000 lek dita. Përse? Për një shërbim, kur është e njëjta firmë që ka nënë dakord këta, sepse Kamza është e vetma bashki që ka rritur çmimin e biletës. Ka rritur çmimin e biletës sepse ata 21 që janë zgjedhur këtu dhe vetëm ti nuk kanë votuar, mësuan nga ata zullumqarët që kemi ne në ata 120 në parlament, që bëjnë gam si goret, edhe kur erdi puna për të ngritë rrogat e tyre, të gjithë ranë dakord me një zëri. Për të këqijat e popullit, ata me njëherë bashkohen. Për të bërë të mira për popullin, ata janë të ndarë. Prandaj, popull ndërgjegjësohu, mblidhuni të vim këtu, ta fitojnë abonent falas, pensionistët, studentët dhe uljen e çmimit biletës. Kjo kërkohet nga kjo protest nga Lëvizja Bashkë. Duhet ta mbështesni Lëvizjen Bashkë, sepse Lëvizja Bashkë na mbështeti ne që morëm abonet falas Tiranë. Faleminderit.